10 shenja, sinjale që tregojnë se Allahu po të çon drejt një kapitulli të ri, drejt jetës për të cilën je lutur. Selam aleikum miq të dashur, nëse jeni duke përjetuar disa nga këto sinjale, dije se nuk është rastësi. Allahu shpesh punon në heshtje, por shumë sakt, ai të përgatit nga brenda për jetën që je lutur dhe kur ti se kupton me njëherë. Këto janë sinjale të thella të brendshme dhe ndonjëherë të padukshme për të tjerët, po tregojnë qartësisht se diçka më e madhe është në proces. Ju ftoj ta ndani këtë video me të tjerët dhe të abonoheni për më shumë përmbajtje islame që u sjell dobi. Shenja e parë ose sinjali që tregon se Allahu po të çon drejt një kapitulli të ri, drejt jetës për të cilën je lutur, është humbja e interesit për gjëra që dikur ti i doje. Ato pasione, qëllime apo ambicione që dikur të mbushnin shpirtin, tani të duken më bosh. Është sikur zemra jote nuk është më e lidhur me to, sepse Allahu po të riorienton drejt misionit tënd, diçka më të thellë, më të madhe dhe më të saktë për ty. Shenja e dytë është që kufit e tu emocional dhe shpirtëror bëhen më të qartë. Fillon të vendosish kufi sepse ndjen se nuk mund të tolerosh të tjerët të luajnë me ty dhe të lejosh më vetëm të shkelësh atë paqen tënde të brendshme për të kënaqur të tjerët. Ke më shumë guxim për të thënë jo dhe kjo është rritje, është sinjal se Allahu po të transformon në një version më të mirë dhe më të qëndrueshëm të vetes. Shenja e tretë është distancë emocionale në marrëdhëniet, qoftë miq, familjar apo edhe bashkëshort. Ti fillon të ndjesh një largësi të pashpjegueshme me disa njerëz që dikur i ndjeje shumë afër, qofshin ato miq, familjar apo bashkëshort. Nuk ka ndodhur asnjë konflikt i madh mes jush, por diçka në shpirt të tërheq mbrapa dhe të thotë se nuk i përkisni më njëri tjetrit si më parë. Nuk rezononi shpirtërisht, nuk përputheni. Dhe kjo është një pastrim hyjnor. Allahu po e hap hapësirën për lidhje më të shëndetshme. Shenja e katërt është një dëshirë e pashpjegueshme për të lëvizur ose për të ndryshuar vendin. Ndihesh sikur nuk je më në vendin e duhur. Dëshira për të lëvizur, për të nisur diçka të re, për të ndruar vendin është një shtysë që nuk vjen nga kotësia, por nga një thirrje e brendshme që Allahu mund të ta ketë vendosur në zemrën tënde. Shenja e pestë është ndryshime në shëndet ose oreks. Sistemi yt trupor reagon ndaj transformimit shpirtëror. Ndoshta nuk ke oreks si më parë, ndoshta ndihesh i lodhur pa arsye të qartë, trupi po përjeton atë që zemra e ka filluar, një riorganizim të thellë. Shenja e gjashtë është nuk të përputhen më qëllimet dhe planet e vjetra. Qëllimet që i ke ndjekur për vite të tëra dhe planet që ke bërë dikur, tani të duken të huaja. Nuk është humbje, por është zbulesë. Allahu po të largon nga objektiva të rreme për të lidhur me misionin e vërtetë të shpirtit tënd. Shenja e shtatë është narrativi i brendshëm i yti po ndryshon. Zëri i brendshëm që më parë të kritikonte ose të friksonte, tash po zbutet. Po fillon të bëhet më i qetë, më i mëshirshëm, më i mençur. Allahu po shëron mënyrën se si e sheh veten dhe botën përreth. Ky është një nga ndryshimet më të fuqishme që Allahu sjell, shërimi i dialogut me vetveten. Shenja e tetë është vështirësi për të qëndruar i pranishëm në të tashmen. Truri endet, zemra nuk e ndjen më kënaqësinë e tanishme. Kjo shpesh është rezultat i shpirtit që nuk është më i lidhur me realitetin që je, sepse është duke u përgatitur për një nivel tjetër të ekzistencës. Shenja e nëntë është rritje e ndjeshmërisë emocionale. Ti mund të qahesh më shpejt se zakonisht. Mërzitesh edhe për gjëra të vogla. Fillon të ndjesh më thellë energjitë përreth, veçanërisht ato negative. Mund të duket si dobësi, por në të vërtetë është rritje shpirtërore. Allahu po e zbut zemrën tënde për të bërë më të hapur ndaj udhëzimit, më të ndjeshme ndaj të vërtetës dhe më të lidhur me dritën e tij. Dhe e fundit, shenja e 10 është lodhje shpirtërore dhe emocionale. Nëse je i lodhur, i zbrazët dhe nuk e kupton pse, kjo gjendje është shpesh kulmi i një vdekje të vjetër të vetes, ose me tjetër fjalë, vdekja e egos dhe zgjimi i shpirtit. Allahu po të çliron nga shtresat e rënda që nuk të shërbejnë më, po të zhvesh nga e vjetra për të përgatitur për të renë. Për jetën që ti je lutur në seçte, apo për një jetë edhe më të mirë
që nuk ke mundur as ta imagjinosh. Pra dhimbja që ndjen mund të jetë fillimi i rilindjes shpirtërore. Nëse po përjeton disa nga këto sinjale, mos mendo se ke humbur rrugën dhe mos e nënvlerëso veten, sepse Allahu është në procesin e përgjigjeve të lutjeve të tua, por në mënyrën e tij, jo të tënden. Ndije se kjo nuk është rënja jote, është themeli i ri që po ndërtohet. Kjo është dhimbja e tranzicionit, është procesi i padukshëm i përgjigjes hyjnore ndaj lutjes tënde. Më thuaj në komente cila nga këto sinjale, nga këto shenja je duke i përjetuar tani. A ndjen që po ndodh një transformim brenda teje? Le të ndajmë bashkë këtë rrugtim shpirtëror. Faleminderit që më ndoqët, deri herën tjetër. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Esselamu alaikum.